Përshëndetje, ku jemi këtu me bashkimin javor nga data 6 deri më datën 12 të ndikimeve dhe të favorizimeve të mëdha që vinë në lidhje me punën, me karrierën dhe jo vetëm. Le të hedhim një sy çfarë ndikohet në këtë javë dhe ku do të bëjmë kujdes dhe ku jo. Dhe ku kemi mundësinë për hapësira dhe për gjërat tona. Kemi datën 6 ku formohet një katërkëndësh me diellin në dash me Jupiterin nga Forre, ku një aspekt, një kënd shumë ndikues dhe një çështje që lidhet me ekonominë dhe stabilizimin e saj. Kemi të bëjmë shumë me ndikimet siç është pozitiviteti dhe mundësitë dashi nga Forja, Peshore, Biciapi, Idhëriçi i dytë që janë më të ndikuar dhe ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Kemi gjithashtu ndikimin e madh që lidhet shumë me çështjet madhore, me çështjet financiare, lidhet me kuptimin e plotë të gjërave dhe të biznesit, që do të thotë shenjat do të jenë të vëmendshme, sidomos në lidhje me takime pune ose kanë probleme me Biciapin dhe Binjakët, por gjithsesi kjo ditë është mjaft e mirë për të zgjidhur problemet që na takojnë. Kemi datën 8 prill. Data 8 prill duket se Marsi në shenjën e Peshqve formon një gjashtkëndësh me Uranin në Dem, një kënd i favorizuar dhe emocione, ndikime të favorizime që kanë të bëjnë dhe mundësitë që jepen, por këtu përfitojnë shumë shenjat siç janë Gaforja, Akrepët, Biciapët, Peshqit, Demi, të dhjetëdhjetit të fundit, të dhjetëdhjetit të tetë ose shenjat që kanë ndikim në këtë aspekt. Dhe planetet në këto ascendente, sepse është një mundësi shumë e mirë dhe pozitive në këtë drejtim. Kemi datën 9. Data 9 prill. Çfarë ndodh me datën 9? Marsi kalon në shenjën e Dashit, në një shenjë shumë të rëndësishme, sepse ka të bëjnë shumë në lidhje me traditën, sepse sundon ndikimin e madh të shenjës së Dashit, ku jep mundësi dhe guximin, trimërinë, mundësinë, aventurën dhe jo vetëm. Ndikojnë fuqimisht në pozicion të ri të Marsit, që është Dashi, Gaforja, Peshore dhe Biciapi, por guvernatori i Dashit, ju e dini dhe kemi thënë nga hera, që jep një mundësi dhe kohë, me megjithëse Marsi në këtë shenjë u jep mundësi dhe periudhën e duhur mbi zgjidhje të problematikave të ndryshme që ata kanë mbi zhvillimet dhe mundësitë që jepen. Gjithashtu kemi datën 10. Data 10 është një kënd shumë i rëndësishëm që është Jupiteri me ndikimin e Gafores, sepse Jupiteri në Gafore u jep mundësi me ndikimin e Biciapit, sepse lidhet shumë me Saturnin. Saturni jep një mundësi shumë të mirë, ku ndikimet dhe favorizimet janë shumë të mira në ekonomi. Data 11. Data 11 është shumë favorizuese në lidhje me udhëtimet, me bisedimet, me ndryshimet të mëdha që vinë tek juve. Nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim, sepse është pikërisht kjo periudhë, është një periudhë mjaft e artë në atë çka bëjmë, në atë çka duam të realizojmë, dhe vërtet është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive. Data 12. Data 12 duket se është një moment parapargatitor për sa i përket lëvizjeve planetare, siç lidhet shumë me diellin, dhe dielli i jep një mundësi me ujori, ndikimin e ujorit, sepse ujori ka të bëjë shumë me disa planete që ndihmojnë shumë Neptunin dhe Saturnin, por në anën tjetër kanë një mundësi të artë në këndet që bëjnë këto planete, u jepet mundësia, dashi dhe ndikimi i madh që do thotë lidhjet dhe Mërkuri në anën tjetër që lidhet Peshorja, shenja ajri dhe me Binjakët. Tani, pa humbur kohë, do fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e zhvillimeve, e ndryshimeve dhe e pozicionimit planetar, që do thotë shenja e Dashit. Për sa i përket shenjës së Dashit, duket se ka një mundësi, ka një kohë të përshtatshme në anë dhe pozicionimin e planeteve, që u jepet një mundësi mjaft të mirë në kohën e duhur, në momentin e duhur, për sa i përket zhvillimeve dhe ndryshimeve të mëdha në anën tuaj dhe pozicionimin e planeteve. Duke pasur parasysh, ka një gjë që është shumë e rëndësishme dhe tepër pozicionimit të planeteve, ku do të ndikojnë? Do të ndikojnë në favorin tuaj, do të ndikojnë në anën tuaj më të mirë të mundshme dhe jo vetëm. Megjithatë,
Edhe pse keni pasur probleme ose gjëra të kësaj natyre, por dashi asnjëherë nuk gabon në ekonomi, nuk gabon në dashuri. Në dashuri duket se ka i problem vogël përse përket shenjës së dashit, dhe di që i tretë është pak ndikues dhe favorizues në këtë aspekt, sepse lidhjet që kanë bëjnë me peshore dhe me ujor është perfekte, por duhet kujdes, duhet vëmendje në çështjet e financave ose në gjëra të mëdha që kanë livrime, ndryshime ekonomike. Një dokument është mëse i sigurt për të realizuar. Vijojmë tek shenja e radhës, si do thotë shenja e demit. Dem të dashur, nëse keni mundësinë dhe kohën e duhur, por juve nga njëra anë nuk e keni problemin se çfarë ndodh, nuk keni problemin se çfarë përfitoni në fakt në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me disa biseda që janë të rëndësisë veçantë financiare, dhe juve jeni në anën tuaj. Jeni në anën tuaj për 1000 arsye, sepse kjo periudhë është e juaja. Kjo periudhë është mundësia dhe momenti i duhur mbi zhvillimet, ndryshimet, takimet. Nuk e diskutoj unë, nuk e vë ndryshim, sepse ja keni arritur qëllimin tuaj për sa i përket ekonomisë, për sa i përket dashurisë. Meqense të shenjës demit duket se ka një ndikim shumë të mirë tani në këtë periudhë dhe momentet që ata kanë është koha e duhur për sa i përket disa zhvillimeve dhe mundësive të ardha në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me bricaptë dhe dishit parë, luante dhe dishit të tretë është perfekt. Ja. Shkojmë tek shenja e radhës. Kjo do thotë binjakët. Binjakët dashur, duket se tani në këtë periudhë kemi disa ndryshime, disa vendime të rëndësishme. Këto janë vendime të rëndësishme për sa përket punës tuaj, qënëm, se keni pasur dhe probleme, ndryshe keni menduar, ndryshe keni vepruar, por unë ju them se është një moment mjaft i mirë tani dhe ky është momenti i duhur mbi zhvillimet dhe ndryshimet të arta që vijnë drejt jush dhe jo vetëm. Është koha, është momenti, është periudha, është ajo çka juve keni dhe do të keni në jetën tuaj për një farë mundësie që periudha dhe koha është në favorin tuaj për ekonominë dhe stabilizimin e saj. Në çështjet e dashurisë duket se ka të bëjnë me peshkët dhe diçit të parë, me peshorët dhe diçit të tretë. Me peshorët dhe diçit të tretë është ajo dhe një problem familjar që keni pasur juve të shenjës së binjakëve, e zgjidhni pikërisht tani. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e gaforeve. Gafore dashura, duket se kjo është momenti më i mirë i mundshëm mbi takime, vendime, vështërsi që keni pasur dikur, vjen një moment tani shumë pozitiv, edhe pse të tretët mund të flasin çfarë të duan, punë e madhe, që ndryshe mendojnë, ndryshe gjykojnë, por për juve është një moment stabilizues, konkretizues për atë çka bëni. Por me gjithatë, edhe pse keni pasur probleme mjaft të rëndësishme dhe i keni zgjidhur sipas mundësive kohës suaj, por tani e tutje vjen një moment mjaft i rëndësishëm në ekonomi, i rëndësishëm në dashuri, por njerëzit mund të flasin sipas midesit të tyre. Juve nuk mund t'i ndaloni dhe mirë bëni, sepse është koha juaj, është ajo çka juve pretendoni dhe keni, dhe ka diçka shumë pozitive tani e tutje, edhe pse ana ekonomike, financat, biznesi, karriera ju bën të ndjeni superior në gjëra të mëdha, me sa duket juve ja keni arritur qëllimin për një arsye, sepse jeni shumë pozitiv, i keni të gjitha mundësitë për zgjidhur problematika të ndryshme dhe kjo është periudha juaj më e mirë e mundshme tani e tutje. Por, meqense kjo periudhë është e juaja dhe ndikimet që kanë bënë, mundësitë që ju jepen, unë do thosha me bindje të plot që ndikimet më favorite që keni edhe mundësitë më të arta që vijnë drejt jush është një kohë fantastike dhe shumë pozitive. Prandaj mos u shqetësoni përse çfarë flitet
Dhe çfarë bëhet, sepse kjo periudhë është e bëshme, kjo periudhë është e juaja dhe 10 ditë që dytë është shumë i favorizuar dhe tepër pozitiv në ndryshime dhe në vendime që juve merrni. Në anën tjetër, keni të bëni me fushën e dashurisë, duket se kjo periudhë është mjaft ndikuese, rrezatuese në ato që do të bëni dhe periudha që ka të bëjnë është në anën tuaj. Një kujdes të veçantë që do të bëni juve të kësaj shenje, do të keni ndikimin dhe favorizimin në fushën e ekonomisë. Megjithatë, dashuria duket se me dash të ditë parë, me ujor të ditë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e luanëve. Çfarë ndodh me luanët? Luanët nga njëra anë mundohen të ndryshojnë disi taktin e tyre, por ngelen në vend për arsyetimin e gjërave që bëjnë. Ka ndryshim pune. Të 30 diqet, 10 ditë dytë është më i favorizuar në këtë aspekt. Megjithatë, e keni mundësinë dhe kohën e duhur, sepse gjërat janë mjaft favorizuese për çështjet që e keni. Por duket se një nga ndikimet më favorizuese me mundësitë më të arta që e keni, është momenti juaj, është periudha juaj. Dhe kjo periudhë dikton, fuqizon gjërat e juaja, edhe pse njerëzit mund të flasin, por pak rëndësi ka. 10 ditë që parë, 10 ditë që tretë është shumë i favorizuar dhe momentet që ve keni. Koha që vjen është një kohë mjaft e rëndësishme, pozitive, konkrete dhe të gjitha gjërat që ndikohen janë në anën tuaj. Është një mundësi, është një rëndësi që keni të ardhmen. Pra në bini pas, sepse luanët kanë mundësinë tuaj, kanë kohën tuaj. Nëse juve e zgjidhni në mënyrën më të mirë të mundshme dhe jeni bini dakord me atë çka ka ndodhur, nuk ka vend për të shqetësuar këtu për arsye të punës së karrierës, sepse kjo periudhë është e juaja, mbetet e juaja për një mirë arsye. Është koha, momenti dhe stabilizimi. Por stabilizimi në anën tjetër ka diçka që mund të mos jetë ajo çka prisni, por është ajo çka doni. Dhe kështu që kjo periudhë është mjaft e mirë në fushën e punës. Në dashuri duket se me dash, dem dhe peshk është idealja për sa përket stabilizimit. Edhe pse një muaj me shumë ndryshime, shumë ndikime, por nga ana tjetër është ajo çka juve keni vendimet që i merrni vetë juve dhe keni mundësinë e zgjidhjes të problematikave. Vijojmë tek shenja e radhës. Kjo thot Virgjëresha. Për sa përket Virgjëreshave, Virgjëresha duket se tani në këtë periudhë kanë ndryshimin, ndikimin, mundësitë që ju jepen tani e tutje. Nuk e diskutoj, nuk e vendushim për një mirë arsye, sepse kjo periudhë është periudha më e mirë e mundshme. Është momenti i duhur për të zgjidhur problemin, për zgjidhur çështjet e pazgjidhura, edhe pse keni pasur probleme, keni pasur çështje të gjërave të rëndësishme që keni, por kjo periudhë, ky moment është momenti juaj, është momenti i problematikave të zgjidhjes së tyre, është momenti që vërtet ka të bëj. Virgjëreshat në njëra anë ndikohen shumë, sepse lidhen me ekonominë, lidhen me ndryshimin e madh që ata kanë, por nuk kanë momentin ose gjëra që duhet të bëjnë ndryshimin e madh fakt. Por meqense kjo periudhë është periudha juaj, të dashur miq, nëse keni mundësinë për të bërë zgjidhjen e duhur në ekonomi, juve e keni. Nuk ka vend për të shqetësuar këtu, sepse ndikimet planetare që do të shikoni dhe vetë, e keni dhe mundësinë për të zgjidhur problemin tuaj, dhe këtë e zgjidhni me një mënyrë më të mirë të mundshme, zgjuarësie, zgjuarësie, dhe ky është momenti juaj tani. Nëse, mbase, e keni një moment të rëndësishëm, studiojeni, sepse këto persona, këto njerëz që më përpara nuk doni që juve të përparonit dhe tani ju bëjnë freskë. Mirë po, këtu
duhet të shikoni çfarë dhe pse këta janë kaq të interesuar për juve. Nëse mundeni të zgjidhni këtë çështje, atëherë është një moment shumë i mirë, është një moment shumë ideal dhe mund ta zgjidhni siç juve dëshironi. Por gjithsesi, është koha, momenti, koha, periudha, vendime, ndryshimet që juve merrni dhe kjo do të thotë që vërtet tani keni kohën tuaj. Në anën tjetër, një moment shumë pozitiv për punën, shumë pozitiv për disa takime që bëni tani tutje, po është mundur sepse edhe periudha që ndodhin fenomenat, por gjithashtu edhe një takim pune që do të keni tani tutje, juve jeni në anën më të mirëmueshme për zgjidhje të problematikave të gjërave të mëdha që do të keni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me brisjapt dhe diçit parë me binjakt dhe diçit tret është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot peshorja. Për peshorët duket se është një periudhë mjaft ndikuese, një periudhë që nëse do ta marrë të mirëqen anën tuaj personale, flasim, do personalitet, ka një diçka. Nëse doni që juve gjërat të vinë atë ku doni juve, në lidhje me punën tuaj, në lidhje me anën ekonomike, me ekonominë do thosha më shumë, sepse kjo periudhë tani është pak a shumë ndikuese, stabilizuese për fat mirë është koha juaj dhe stabilizimi juaj, por në anën tjetër ka diçka që vërtet zgjidhet si problem që keni pasur para disa kohëve, vërtet është koha dhe momenti më i mirë për të arritur qëllimin tuaj, por mos mund nxitoni, nxitimet kanë prishur disa ekuilibra miqtë të dashur. Unë ju them, bëni të vazhdoj sepse ka diçka që ndryshe e mendoni dhe ndryshe gjykoni dhe kjo ju prish shumë të rezira, por meqense momenti dhe koha do që juve t'jeni koherent me atë çka ndodh, tani për tani është koha e mbar për punën, për karrierën, për vendimet, për ndryshimet që merren. Janë ndryshime fantastike, nuk e diskutoj, nuk e ndryshim për punën tuaj dhe karrierën tuaj, por gjithsesi është një moment shumë i mirë sepse peshorët ndikohen. Diçi i tretë është shumë i favorizuar në udhëtime dhe në bisedime, bashkim familjar me binjak dhe me ujor është idealja dhe shumë gjëra të tjera do të diktojnë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepit. Akrep të dashur, meqense kjo periudhë duket se koha, momenti, vendimi dhe ndryshimi vjen tek juve për një arsye apo për një arsye tjetër që pak a shumë diçi tret e ka më të ndikuar, diktuar në këtë aspekt, është mundësia juaj. Është koha juaj mbi respektin dhe karrierën tuaj. Është shumë e rëndësishme. Periudha ku ndodhin fenomenet, periudha ku ndodhin ndryshimet, mundësitë që jepen. Por dhe koha e duhur në anën tjetër. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me gafore edhe me peshk, është idealja. Sado që të ndikoheni juve, sado që të realizoni disa gjëra, kjo është periudha më ideale që ndonjëherë. Dhe kjo është periudha juaj, është momenti juaj, dhe perceptimi mbi atë që juve kërkoni dhe zbatimi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me ujor dhe me peshk është idealja. Demi është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që të thotë shigjetari. Për sa përket shigjetarëve, meqense shigjetarët nga njëra anë mundohen shumë të zgjidhin problematikat, janë lodhur shumë me kohën, me momentet, periudhën, ndryshimet që bëhen njëra pas tjetrës, se si mund t'i realizosh gjëra si çdo, kur bie në një farë mënyre, jo viktim, se viktim do e bën në fakt, ose do bie e di se ku shkon, por jo kjo, është ajo që ti
si mund ta realizosh me reputacionin që ke, por njerëzit të besojnë dhe të ke mundësin se e ke bërë nderin dhe të njohin kush je. Dhe nëse ti ndryshon takt, e nuk të besojnë dhe nuk e di që kush je. Ose diçka problem ke, duhet t'ja thuash direkt, ose diçka ka ndodhur. Shqiptarët të 30 vjeçët është koha dhe momenti më mirë i mundshëm për bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi. Sidomos në ekonomi. Është një moment tani, është një moment i artë kjo që mund të zgjidhet dhe keni kohën e duhur, keni momentin e duhur, keni periudhën që ndodhin fenomenet dhe kjo është një nga momentet më të mira të mundshme, sepse është kjo periudhë, është ky moment, është dhe ndryshimi periudha që ndodhin fenomenet. Kemi një kohë të përcaktuar, themun, ose të paracaktuar për gjëra që do bëjnë në fushën e dashurisë. Lidhjet që kanë bëjnë me luan, peshk, ujor dhe binjak është koha më ideale e që ndonjëherë, edhe pse keni pasur probleme ose gjëra që nuk i keni zgjidhur akoma, por janë drejt zgjidhjes. Meqense juve keni dhe momentin dhe kohën e duhur, mbi takimet për shembull ose bisedime të rëndësishme që lidhen me takime pune ose lidhen me gjëra që tani për tani mund të mos jenë më të vështira, mund të jenë më të sigurtat në atë çka bëni, sepse kjo periudhë është mjaft e mirë, është një periudhë që vërtet mundësit janë, nuk e diskutoj për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës suaj, por gjithsesi është një moment favorizues, stabilizues. Dashuria, bashkim familjar themon, është me luan dhe me akrep të diçpar. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja që do thot bricapët. Për bricapët kanë disa mundësi. Po, mundësi e parë është ekonomia. E dyta është vazhdimësia. E treta është momenti ideal për zgjidhur problemet që keni. Po, momenti ideal që për zgjidhur problemet që keni, sepse kjo periudhë rrezaton, zbulon, studion gjërat e mëdha që keni. Dhe një nga mundësitë që jepen për ekonominë dhe stabilizimin e saj gjën, ka një ndikim shumë të madh dhe një mundësi të ardhë, nuk e diskutojmë, nuk e vë dyshim. Për punën, rregullimin dhe stabilizimin. Jeni shumë të favorizuar. Dhe mënyra se si bëni gjërat, keni një ndikim shumë të madh, stabilizues, një moment shumë të madh, konkret në jetën tuaj. Prandaj themi që bricapët janë shumë e fat për zgjidhjen e problematikave. Janë shumë e fat për arritjen e konkluzioneve ata që kanë pasur plane. Sepse ditë që parë ka qenë shumë konkret në anën e tyre dhe zgjuarsinë e tyre që ata kanë. Të mos harrojmë se një nga mundësitë dhe momentet më të mira që ata kanë është një nga periudha ekonomike financiare. Me financat e kanë pasur problem, por e kanë të zgjidhur. Dhe kjo është zgjidhja e gjërave të mëdha, momenti i kohës dhe i ndryshimit që ata kanë. Favorizimi është një nga mundësitë që jepen, koha që ndryshon, dhe periudha që ndikon. Muaji ndikimit dhe i mundësive të bricave që është pikërisht ky muaj i prill, muaj i luleve, muaj kanë filluar dhe në vazhdojnë disa ndikime shumë të mëdha, për juve mund të jetë pak ndikuese dhe vezulluese sepse mërziteni me të drejtën tuaj, koha s'ka qenë në favorin tuaj,
për një mirë arsye, por kemi një moment që vërtet është ndikues, vërtet është rrezatuar me rregullimet, jo se është rrezatues sepse është koha. Ana tjetër është pozicionimi i planeteve që jep një farë kuptimi asaj çka do të bëjmë, edhe bricapët e marrin të mirëqen se po është një mundësi shumë e mirë në lidhje me gjërat që ata do të bëjnë. Ana tjetër ka të bëjnë shumë me biznesin, ka të bëjnë shumë me karrierën, ka të bëjnë shumë me ndryshimet dhe mundësitë e artë që vinë. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep të 10 parë, gafore të 10 tretë, dash të 10 parë, është periudha më e mirë e mundshme. Është periudha që vërtet zgjidhet, vërtet mundsohet në anën tuaj, por konkretizimet dhe rëndësitë që kanë të bëjnë. Sepse nuk është mundësia ose koha dhe perceptimi i asaj që bëni. Është ndikimi dhe ndryshimi shumë i madh që juve keni si bricap. Bashkim familjar duket se është me peshk dhe me vrigjeresh, po kujdes. Disa çështje ligjore duhet të mbyllen. Shkojmë tek shenja e radhës, tek shenja e biznesit dhe e rolit drejtues. Këto janë ujorët. Ujorët e dashur, nëse keni pasur probleme të tipit nëse mbase, të gatshëm për marrje vendime të rëndësishme. Po, por në anën tjetër, keni një farë keq kuptimi. Keq kuptimi sepse ndryshe mendoni, ndryshe gjikonit. Ndryshe rezulton. Ky rezultim është një farë mundësie që periudha që ndodhin fenomenet, ose koha e duhur, rrezaton dhe ndryshon. Ndryshon takt, ndryshon mundësi, në mënyrën e gjërave. Por jeni më shumë fat në këtë aspekt. Sepse është një periudhë, është një kohë shumë e rëndësishme, me pikë dhe me presje, për ndryshimet të mëdha që vijnë. Ndryshimet që ka të bëjnë me prioritetin e gjërave të mëdha që vijnë në kohën tuaj dhe mundësitë që ju jepen. Duan apo s'duan të tjerët? Pak rëndësi ka. Çfarë bëni ju? Është koha juaj. Çfarë juve ndërtoni, doni të realizoni dhe mundësi që vijnë. Por një nga mundësi që keni është një moment shumë pozitiv, shumë ideal dhe gjëra që ndodhin në koha juaj është mjaft pozitive. Mjaft pozitive sepse juve e mundësoni gjë të tillë dhe arrini atë ku doni. Arritje të mëdha. Stabilizim pune, karriere, ekonomie. 3 gjëra kryesore. Ujori nga njëra anë zbulon disa çështje të rralla dhe favorizime që mund të mos jenë kryesoret, por janë më të rëndësishmet për punën dhe karrierën tuaj. Kurse në anën tjetër është një mundësi, një mundësi e artë që zgjidhni problemin tuaj nga gjitha anët dhe problemet që keni pas. Sepse kjo periudhë, duan apo s'duan, ose mund ta marrim të mirëqen gjërat që ndodhin, për shembull në punë, në karrierë, po edhe anën tjetër pozicionin e planeteve, u jep një mundësi të tillë. Dhe kjo është vazhdimësia, është momenti, periudha dhe stabilizimi i saj. Megjithatë, edhe pse jeni pak të ndikuar, të mërzitur, sepse
arrini të bëni ndryshimet tuaja, të bëni gjërat e juaja. Mos keni nevojë për gjërat financiare dhe ekonomike, por keni nevojë për gjërat madhore, është një moment shumë i artë. Është një moment që do të ndryshoj në jetën tuaj. Momenti, koha dhe stabilizimi. Specializimi juaj në fushën e karrierës është një kohë më vete. 10 ditë që pare ka këtë. Mundet që të realizoni se kjo javë, të thoni për gjitha shenjat, kjo javë është java e mundësive dhe e korrektësisë në atë çka do të bëni. Ja dhe lidhet me gjërat e tjera që do të ndikojnë, nuk e do të shikoni edhe vetë ju, e do më kujtoni, sepse ndryshe mendojnë, ndryshe gjykojnë të tretë fason, por nga njëra anë është momenti dhe koha, nga ana tjetër është ajo çka dua të mësoj nga vetë ndryshimet që bëhen dhe përparimet që kanë të bëj. Megjithatë, është një kohë përcaktuese në lidhje me ekonominë. Stabilizimi nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim se kohën juve keni mbas vetes, 10 ditë që parë është shumë i favorizuar për këtë gjë dhe ju ndihmon në një farë mënyre për të rritur reputacionin tuaj dhe është koha juaj më e mirë e mundshme. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjakët e 10 ditë që parë dhe shihetarët e 10 ditë që tretë është perfektja, por me peshore është vetë jeta. Vijojmë tek shenja e radhës. Kjo do thotë shenja e peshqve. Për sa i përket shenjës së peshqve, peshqit duket se, unë nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim, për arsyet e punës, të kohës dhe të fenomeneve, ka diçka shumë të madhe në lidhje me ekonominë. Ekonomia do zoj vendin kryesor për sa përket kësaj jave dhe këtij muaji. Për një mijë arsye. Sepse edhe ana ekonomike financiare, edhe biznesi, edhe karriera, gjitha gjërat shkojnë mbar për arsye të ekonomisë, për arsye të vendosmërisë suaj për të gjetur dhe për të arritur qëllimin tuaj. Momentet janë ata që ju ndihmojnë shumë. Dhe koha që juve keni, ju vetë të ndërmjetësoni, sepse nuk ka ndërmjetësim, por ka vazhdimsi, korrektësi në jetën tuaj. Dhe është një moment shumë pozitiv. Është një moment mjaft i artë në ato që juve keni dhe veproni, sepse kjo kohë, ky moment është i juaj dhe percepton periudhën tuaj. Gjithashtu është dhe një periudhë mjaft e mirë që do keni ndryshime dhe mundësi të arta në jetën në përditshmërinë tuaj. Paçka se jeni pak të ndërlikuar, jeni pak të mërzitur për sa gjëra që kanë ndodhur. Por vallë sa jeni të qartë, të saktë ato që juve keni. Saktësia bën punën e vet. Mundësia jep kohën e duhur. Dhe stabilizimin për sa i përket anës ekonomike dhe në lidhje me financat. Financat duket se tani është një periudhë mjaft e mirë, sepse lidhet me artin, lidhet me ndryshimin, lidhet me korrektësinë dhe vazhdimsinë. Një nga periudhat më kuptim plot është kja tani, sepse po të masim muajin prill, 6 me 12, sepse kjo bëhet parashikimi për peshqit, dhe peshqit kanë pasur një problem në 2025 në këtë periudhë. Fundi shkurtit deri në maj. Atëherë shkurt maj, kap këtë periudhë jemi tani në prill. Po çfarë? Probleme punën. Ja kujtoni pak në 2025 në këtë periudhë. Çfarë ka ndodhur?
për dhjetëdhjetin e parë, dhjetëdhjeti 2 dhe i 3, çfarë ka dashur në blerje? E atëhere do kuptoni shumë gjëra që do lidhet me stabilizimin dhe korrektësinë tuaj që përket. Jeni shumë të favorizuar, për ta kuptoni favorizimin që bëhet ose mundësi që jepen, do i lini gjërat pas dore dhe do thoni, s'ka mundësi më jorgu që ndodhin këto gjëra. Ja pra që ndodhkan. Ja pra që arrihet. Po, arrihet sepse është momenti, është koha e duhur për zgjidhur këtë çështje. Dhe një nga momentet më të mira ose më pozitivet, të thot stabilizim, të thot korrektësi. Dhe korrektësi është korrektësia e jetës dhe e mundësive. E mundësive e përpartësisë, sepse, kemi një kuptim të vazhdimësisë dhe të jetës suaj të personalitet, por peshqit nuk gabojnë në ato çka duan, në lidhje me punën dhe karrierën. Lidhje me dashurinë. Dhjetëdhjeti i parë lidhet shumë me gaforre dhe me shikjetar. Dhjetëdhjeti i dytë lidhet shumë me binjak dhe me peshore të dhjetëdhjetit të dytë. Kurse dhjetëdhjeti i tretë ka të bëjë shumë me luan dhe me vijgjësht të dhjetëdhjetit të tretë. Sepse kuptimi i gjërave të madhore, ose gjëra që kuptohen në lidhje me tyre, është një moment fantastik dhe mund të bini pas për gjërat që juve doni dhe kjo mund të arrini në finish për gjërat e juaja. Në lidhje me dashurinë, edhe pse bashkë familjar është me bricap është i realizueshëm, edhe pse me peshore është i diskutueshëm. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht kësaj jave, nga data 6 deri në datën 12 prill 2026. Por, le të hedhim një sy, cilat nga shenjat dhe çfarë periudhe të kësaj jave kanë ndikime në dokumentacione. Dashi. Dashi ndikohet shumë në lidhje me udhëtimet. Me udhëtimet, si do thot në lidhje me dokumentacionet, sidomos e martë, e mërkur dhe e premte, nëse ka dokumente për të rregulluar. Në dashuri për të stabilizuar. Demi. Demi ka një mundësi shumë të artë. Ka pas një problem ose janë kthyer dokumentat në të kundërt. Ka varet në individ pastaj, për gjitha shenjat që unë flas. Ka pas një çështje ligjore, një problem. Pikërisht e zgjidh këtë javë. Ditën e hënë dhe ditën e njëjtë. Një dashuri e munguar që jeni ndarë pa dashje, ka qenë me akrep të dhjetëdhjetit të tretë. Vijojmë dhe shikojmë shenjën e binjakëve. Çfarë kanë bërë binjakët? Binjakët kanë ndikim me dashin. Nuk e diskutoj sepse është koha e përfundimit të një korrektësie në dashuri. Në dokumenta e mërkura dhe e njëjtja. Bini pas se është e juaja. E mërkura është dita juaj, dita e mërkurit. E njëjtja është dita e pasurimit dhe rregullimit dhe stabilizimit të jetës suaj. Bini pas se do më kujtoni, ka diçka shumë të rëndësishme mbi gjëra që doni të bëni, mbi çështjet që ju keni, sepse është koha juaj dhe momenti. Një dashuri e munguar, një problem që keni pasur, rregullojeni me bricap të dhjetëdhjetit të parë. Gaforja, problemet që keni pasur me ligjin, në çështjet penale dhe në çështjet që pa dashje jeni pjesë e viktimës që ka ndodhur në fushat të ndryshme në rol drejtues. Bini pas se kjo javë do zbuloj shumë gjëra, kjo varet në individ pastaj kur ka ndodhur fenomeni. Nuk dua të them shumë gjëra se nuk jam barakjeran, por nëse kur ka ndodhur, si ka ndodhur, çfarë ka ndodhur. Por gjithsesi duhet pasur kujdes dhe të pyesni njerëz të rëndësishëm në këtë drejtim. Ajo që është e dashurisë është me ujor të dhjetëdhjetit parë, bisedojeni. Luanët për sa përket kësaj jave kanë një ndikim shumë të mirë ditën e hënë, ditën e martë, ditën e njëjtë, ditën e premte. Kanë ndikime shumë mira me punën e tyre. Dhe
takimet, kurse bisedimet që do bëjnë, ose të pregatiten për javën që vjen, është e diela, është ditë e diellit, është e juaja. Bisedojeni, do më kujtoni. Virgjëresha. Virgjëresha thotë, jam këtu se dua unë. Pres nga të tjerët, se o kam bërë zmetin, e pse më vrisni me një juve? Pse më mërziteni? Jo, miqtemi, nuk dua të më mërziteni fare, or për fare, sepse kjo periudhë është e juaja, ky moment është momenti perfekt dhe vazhdimësisë është korrektësia, dhe koha juaj është momenti i duhur mbi stabilizimin. Të gjitha këto përbëjnë rolin drejtues, korrekt nga ana juaj dhe mundësitë të arta që ve keni. Është një mundësi mjaft e mirë dhe pozitive. Vazhdimësia duket se është koha juaj, është momenti juaj, dhe keni mundësi, nuk dua të ndaj, domethënë, nga herën të premte, e keni mundësinë dhe mund t'i arrini. Gjithmonë ka ndikime pozitive dhe mundësi të arta. Një kombinim që bëhet, domethënë, virgjëre shpesh, virgjëre shigjetar, ka ndikime pozitive, por meqense është periudha juaj dhe koha e duhur për zhvillime, me binjak të diçit parë. Peshorja. Peshorja duket se lulëzon në këtë javë. Lulëzimi i saj është ekonomia, problematika është ligji, shikojeni sepse padrejtësi janë bërë, edhe kombinimi me punën tuaj. Me peshore dem, peshore bricap, i zgjidhni problemin që keni në dashuri. Akrepi, çfarë ndodh me akrepët? Akrepët duket se këtë periudhë kanë të tyre në fakt, edhe pse unë mund të them që sido që të gjërat nga do që të shkojnë, është mundësia dhe periudha kur do të fenomenet, por kjo periudhë është e juaja. Në fushën e punës së karrierës, në dashuri nuk ka vend për të shqetësuar sepse gjërat janë pozitive, por lidhja që kanë bërë me Luan dhe me Peshk është ideale, me Dem është vetë jeta sepse ka diçka shumë të rëndësishme për zgjidhur çështje problematike. Shqiptari stabilizoi punën time, zgjidh problemet që kanë dhe koha është e imja për të zgjidhur problemet që unë dua të zgjidh. Dhe është kjo periudhë, është ky moment më i mirë i mundshëm. Stabilizimet, konkretizimi i një pune, një vazhdimësie, një korrektësie, e gjitha gjërat që bëjnë, për shqiptarët kanë kohën e tyre. Edhe pse ju bim qafë për sa gjëra që ata kanë, por momenti është mjaft stabilizues, momenti është mjaft korrekt nga ana juaj, edhe gjërat që do të diktojnë, do të ndikojnë janë në anën tuaj. Është një mundësi më të mira dhe pozicionimi i planeteve ndihmon në këtë aspekt, dhe kjo është një periudhë shumë e mirë e zhvillimeve dhe ndryshimeve të mëdha. Është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive mbi çështjet madhore që kanë bëjnë. Në çështjet që lidhen me vazhdimsinë dhe zbatimin e gjërave të ligjit të kohës suaj, është me virgjëresh dhe me Dem të diçit parë. Vijojmë tek shenja radhës, që do thotë bricapët. Për këtë javë bricapët, stabilizimi ekonomik dhe çështjet ligjore marrin fund. Ajo çka duket se është një problem shumë i madh, është mahnitës në një anë, problematik nga anën tjetër, por nuk do të thosha se ka diçka shqetësuese tani, sepse juve ja keni bërë zmetin gjërave të mëdha që keni dhe periudhën që ndodhin fenomenet. Është një moment tani në lidhje me anën e biznesit dhe të karrierës, sepse duket se sado që juve të keni probleme, sado që juve keni pasur çështje të pasidhura, po vjen një moment, vjen një kohë e përshtatshme ekonomike financiare, një kohë e përshtatshme për zhvillime dhe zgjerime, ndryshime dhe kuptime. Të gjitha këto bëjnë një puzzle, plotësojnë një puzzle të problematikave që keni pasur. E gjithë historia për juve të shenjës së bricapëve është momenti juaj dhe koha e duhur. Vijojmë tek ujorët. Çfarë do të thotë ujorët? Ujorët ku duhet të bëjnë kujdes? Ligjin. Ku duhet të bëjnë kujdes më tepër? Thashathemet. Pyetje që bëhen, përgjigjet do bëhen shumë pyetje, të marrin të paktën 2 përgjigje. Kujdes, kjo do thotë kujdes nga thashathemet, kujdes nga mashtruesët, sepse ujorët mashtrojnë shumë kollaj. Duhet pasur kujdes. Unë kam thënë diku në një radio që
për arsye të familjes, për arsye të gjërave që nuk duan t'i prishin. Ishte pyetja viktimën, duket me sa më menon, bën viktimën. Por nuk e bën viktimën ujore që të kuptojmë arsyen se si, por nuk do të prish edhe e di ç'është puna thot, se të merrem unë me 100 gjëra, jo nuk më leverdis kjo. Nuk dua t'ja di fare, nuk i hy fare se meseleje. Po deli fituar, do të edhe keq kuptojnë. Jo, thot. Nuk bën viktimën, por çfarë? I bi përballë plumbit. Nuk i bi përballë plumbit, sepse nuk është drejtë e tij. Se do mbrojtje ka. Dhe është momenti dhe mundësia, sepse dëgjoj shumë rëndom dhe disa gjëra që thonë, jo, nuk e bën viktimën, është shumë i fortë, por është i fortë, i ka të gjitha. Nuk është viktim, po është pyetja e tillë, për shembull, që bën viktimën, por nuk është çështje viktime, është çështje që nuk do të prishi rregulla, do që të arrihet në finish. Ju si do i bëni? Kur ta kuptojnë të tretë, do që kasabaja, se kanë pas të drejtë ujorët. Po jo, ku ta kuptojnë tjetër, nëse, e kuptojnë dhe që e kuptojnë. Gjithsesi, ujorët e kanë këtë gjë, nuk ndërhyjnë ose nuk prishin punë. Lënë gjërat të vijnë vetë. Në dashurinë e pak fajtor, zgjidhni problemin me dem. Peshit, arsyeja, puna, karriera, mënyra dhe mundësia është koha juaj. Bini pas, sepse i keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur problemin tuaj. Shumë gjëra do zgjidhen, shumë çështje do të keni. Dhe është koha juaj dhe momenti më i artë i që ndonjëherë. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj jave, kaq të rëndësishme, nga data 6 deri më datën 12 prill 2026. Pas në ndajmë bashkë, nuk të edhe njerë, për ju që interesoni për shkrimit të rejura, astrolog.al, faqaros. Atje mund të zgjidhni paketën tuaj, dhe më pas duhet me patjetër të dërgoni mesazhin tek emaili tek sekretaria dhe jeni gati pastaj për të folur bashkë për Viber, WhatsApp apo Skype. Për ju që doni që në kohën që jemi së drejti, keni këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Nga një rrepulla, mbarësi dhe muaj të mbarë, dhe shokoma fillim i muajit. Gjithë mira.